A është e vërtet? Po, është e vërtet. Edhe nëna e prore dje e pranoj kërkesën tëme. Sa mirë. Se ke i dhe sa lumtur janë. Një ditë edhe ty kam e pa veshur me petkun e shajt motrave që shërben këtë shtëpi e këtë shkollë kaq të madhe. Edhe unë jam me të vërtet shumë e lumtur. Megjithatë, se ku kam me shërby, nuk është se më intereson shumë. Te gjithçka kam lënë dorën e Krishtit, e dorën e Zojës bekume. Sa bukur! Sa lumtur jam për ty, por megjithatë, nuk jam hapet fort kur o mora vesh se do t'i kushtosh Zotin. Po pse? Po sti, si që smërkesh i kanë gjithmonë. Si e një vajza? Me sa kuptoj jeni duke festu për vendimin e Marijes, apo jo? Po. Jurgjia, të kërkojnë motrat të shkolla. Po nën, megjithatë më fal, po nuk mund të ripa për qofor edhe një herë Marien nga gëzimi. E pranova me një herë kërkesën tane, Marije, për me hije mu ba pjesë e kongregatës tonë të motra stigmatine. Në këto 2 vite, që ishe studente në shkollën tonë, mu edhe motra unë ka rënë sysja dhe ajote e mirë. Për kushtimi jotë në të tyrat e tua. Shpirti jotë i lutjes që ke, është një shenjë mirë në zgjedhjen që ke ba. Por ti, mos ke frikë. Thotë Shën Pali në Bibël, asgjë s'mund të na ndalë nga dashuria e Krishtit Zot. Faleminderit për këta fjalë kaq bukura nane prore. Sa fort më shërbejnë fillimin e kësaj rruge që sapo e kam nisë. Por ti duhet ta dish se rruga ndjekjet Krishtit është rrugë kryqit. Po nan, e di. Ne jena stigmatine. Pra frymëzohna prijatit ton Shën Franceskot, i cili dëshironte me gjithë shpirti për ngjante Krishtit gjithçka. Prandaj, edhe Krishti ja bani dhuratën e varrëve të tij, në trup, në dur, në komen krahnor. Po nan, e kam lexu. Merre këtë libër. Të kam vënë një shenjë që ta lexosh kur ti të kesh kohë, për të kuptuar më mirë se kujt je thirrur ti përgjigjesh. Po vinë kohë shumë vështira, e pushtuesit nuk po i largohen kur këtij vendi. E nëse largohen, nuk i dihet kush do ta marrë në dorë drejtimin e Shqipërisë. Na jena në dorë të Zotit, majnan. Nuk kena pse mu shqetësu shumë. Po, ke shumë drejt. Tash në duhet largohem. Kur të kesh kohë, lutu pak edhe për mu, se nuk është e lehtë me drejtu një shkollë me vajza. Po, nan. S'kishte bukuria si jeshi, që të mund të vrejmë në te, as pashi që të mund në pëlqente. Ishte i përbuzur, në i sprasme në njerës, i rjetimiq, i regjur me vuajti, si aji, para të cilit mbulohet i ftyra, i përbuzur, as se bënin për send. E pra, a i morin mi vete vujtjet tona, mi shpatullat veta i nërkoj dhimjet tona. I marrë me të keq, lejojt për vumët, nuk e qili gojen e vetë. Por si qengjit që e qojnë për ta thellë, por si delja e baza para qëntarve, nuk e qili gojen e vetë. E hoqen këso jetë me dhunë e me gjyq, e zhbin nga toka e gjallëve, për fajt popullit vetë, që goditun për vdekje. Zotit i pëlqeu ta ndryll me vujtje, por për shkak të vujtjes së shpirtit të tij, do ta shoh dritën, do të njihet me njohjen e saj. Shërbëtori im i drejtë
do të shfaqsoj shumë. Një vete fajet e tyne do t'i marrë. Me anë të ti do të kryet vullneti i Zotit. O Zoj, në më të bajnë jetën tëme, vullnesën e birit tamë. Nuk ashtë të letë, o Zoj, po të la ty në dorë jetën tëme. Marie, tha që po tërpes lutjen tane. Jo, s'ka problem, më thuj. Jo, asgjë, thjesht u bën shumë kohë që s'kemi biseduar bashkë, prandaj erdha. Po pse je shqetësume? Në këto 2 vite që ke hyrë në kongregatin e motrave stigmatine, ti e shoh që je shumë i lumtur, por kam frikë. Po pse ke frikë? Jo, asgjë. Kështu mban më mrakosa dhe më shumë për ty. Në Shqipëri janë duke ardhur kohë të këqija, ti e di. E hapon. Je vjen proste në sa është për të letër. Po, pa tjetër. Ej ti, si të quaj? Maria Tuci, jam postulante këtu tek motrat stigmatine. Shto, a?
Hej ti, Marie, u jam Helmi Seiti. Tregoj edhe provës tënde këteve, edhe mos harro kur. O Zot, po si ka mundësi? O Zot, që po i në këti vene? O Zot, mu banlim, motra, e jeni shpejt ju lutem. O Zot, na nimo. Qa ka nota? Një urdhër rizina ka ardhur nga qeveria komuniste. Na duhet, o Zot nuk ma zen goja. Na duhet me mbyll shkollën edhe kuvenin. Po për çfarë arsye? Kujt i kena bërë gjë të keqe na? Po ku të shkojmë në të mirë atash? Ahmedet, kisha shpresë se nuk do të vinte kjo ditë. Por që, erdhi. Ju lutem motra, mpritni pak anej, që t'ju tregoj se qa duhet me ba. Kurse ti, Marie, mprit pak këto. Marie, për të mirën tonë të kërkoj të kthehesh një ditë të prindë tu. Oh, jo, nat, lumturia jem ashtë këto. E di, Marie, për komunistat kanë dhënë urdhër që ta mbyllim kuvenin. E nëse një ditë na lejojnë prapë që të normen ta hapim, unë ty të paren kam me të thirrë. Oh, nat. Marrë mësimi edhe për sot. Suse, o ban 2 vite që na jep mësim dhe ka kohë që do me të ban një pyetje. Edhe ti ma, sa shumë pyetje ti ke? Jo, s'ka problem, më thuj. Pse nuk martohesh? A she çfarë pyetjesh vin kry? Prandaj kjo është sot pa i bë detyrat, se shkon e blun mend punët e tjerëve. Jo, s'ka problem. Nuk më vjen keq që ma bani këtë pyetje. Fakt, të shumë veta më thonë, o bane 22 vjeqe, e ala nuk i martu. Po ama, gjithë se cilin jetë ban zgjajet e veta, edhe unë e kam bo zgjajet të eme. Po çfarë zgjajet ke patim, Suse? Shimaj edhe ti punën tane, edhe ti si kja tjetra. Jo, s'ka problem. Ju lutem, mjaf me këto biseda, se nuk është puna jonë, sëse, du me të ba një kërkesë. Po, më thuj. A mund është më recitua dhe një herët poezin që në recitove për një jave, se më prek fort sa herë dëgjoj. Po, atë poezini im zot Vinçës për ndushit. A sa bukur është, për në reciton. Në reciton. Po mirë, po ju a recitoj. Karo rejsja nër bajama, bine vetë këshu e të vete ama. Shke më i bi si kjo në fshan, kjo në fshan e veta të vran. Kjo va shumë më rillum nana, kuj që nis e mrogjit bana. Mrogjit bana më në balku, e mu të shmekë ku. Po qka ke që lotin zori, ku ke dhima, a ku ke zori, apo dru se mirë harlis, qysh se kjallë më i të shënis, pa shanane nuk kun bari, që të mnezet bia zhari. Do të di e zeza nan, pse ti vetëve shpesh mi bran, pse ka më të moj buzës shishe, e nërktime, zemër s'neshe. Nuk ka gjuhë më nan, sa gjuhë, por po të thamë, sa s'kot s'jam bra. I qka vlëm këtë qërë dhe zanash, vlëm dashni, si mbija nanash. Nan, dashni jam ka molis, pra naj kjo jo të i shënis. To thot goja bish po thu, a ka shpejt ti mjetur mu? Pa shikjo ma i bi kërcuna, se po bana i heredzuna, bana të pava të i dal nderë, nuk ke pështim jo, me shaj mirë. Jam shqiptare,
e bini shqiptari. E ato fjallë nanë, s'më bari. S'keme pa, ju të i dalë derë, si kujton, së m'ke për nërë. As moj nanë, nuk jam harlis, vetë se kjo, o të i qënis. E shkan zemë më ka pengu, a zhadejo nanë për mu. Fillo nana, dhe shme u vra, di shka nakën, s'mirë si është ba. Don me qilë ngritë ngoj, po dronë e mira, mos ka boj. Fëllë më i bi, mos m'len nër grepa, mos më shëvgjomaj, se do djepa i kam lujt për ateje, e m'ke dhejlë pënd vjetër, ty sot bet pa qashu, tash me m'diftu, sepse zemra pesh tashu. Nan, dashni jam kam ulis, e nej kjo e të qënis. Bena i nana, gjos kuptote, po të miren, kaja dote. Mur me tëmën, e thaj mira. Mur i bi, moj si pranvera, posh një djeve, posh një të hanë, posh një të zët që këthjeve branë, ka të zësot, që so këllë kënë zanë. Qëfar së kullit thu më i nanë, thash se s'ma bon mera, s'ma bon shpia, a s'ma bon dera, me lujt me që me i nanë më skuj, se kam dhon jo fjallën këmuj. E po të thamë, se në temë të motit, po të thamë, po me bejë zotit, ty du fjallë me të një gjuhë, unë s'kam nërmen me të lërgu, zemër në dysh, unë s'mu në ndaj, mlen që nisi, e mlen tjaj. Umri nana, lot t'i pështu, parës bis, fort sytë në zonë, kalun dit, e kalun net, vajza ma me gojës po flet, me gojës flet edhe në asmu, ratë e mira të i limu. Limon keq në shtroje deket, e shpesh paket edhe meket. Ftyra soj për si flokbore, më vëshilpon si hek për i dore, po punan, e du i punun, shep për kurën, sa shmarun. Il shumë sytë mi të me ma, edhe e puth, edhe në bërë. Nana vajzën të i dihat, shpeshën djenë, e morin gratë, a një men zdën me mdiftu, sepse zemra pesh të shu. Nana, dashni jam kam u lisë, kjo pa mjaftë të i qënis, kjo pa mjaftë, ma desh li qroj, po jo këfut kësaj fjalla ngoj, si fjall tira nuk mund zorim, na fshilpon prap ndori mori, po të durët por si florini, mi pëllur deka janë rini. Ku nana kjon me lot, se që me gjithë mu të mirën sot, se që gjithë sot zezën nanë në këtë dje dhe në këtë hanë, merë pëllhurën që pat enë, bia saj kishtë pasken, ku që zi, mi të qënis, gjithë dashnin, si e kish molis, kryt flamurit kish punu, për e shqipe mdorë praru, fjallë të hershme, fjallë të të parve, se Shqipnia, ashtë të shqiptarve, e nërskaje, fjallë diri. Mërë në shkreta e pështjallët bi, që s'pat njoftje të dashni, ishte shkri, vesh për Shqipni. Eni bia, zana malit, ju si kjonin dek një djallit, e përmës me këtë bujare, e të nëroni bin shqiptare, e të i puth me mave vaj, një të flamur, si dora saj, iti një shpukur me qënis, se dashnia kish monis. Ndin një tokë për her dashnia, për vendun të jetë stolia, e po që, se si kjo bi, rriten vashat në Shqipëri, vendoshkojo fjala parve, se Shqipnia ashtë shqiptarve. Ndin një tokë si bajshin motit, ato bijet e kastriotit, e proritni mësimen vaj, rof Shqipnia dhe flamur i saj.
Po pse po më arrestoni? Si quhesh? Maria Tuci, Për nga je? ka fshati ndër fushës i Rrshenit. Pas kemi të vemi me një mërtitore trime. Është e fisi Gjën Markagjonaj. Ky fis ka marrë pjesë në vrasjen e deputetit komunist Bardhok Biba. Prandaj janë armiq të popullit. A e di ti se sa vjeta kemi arrestuar nga ky fis këtë muaj? Jo, nuk e di. Lot 300 vjeta. Shikon sa fort është partia jonë komuniste. Ma di disa për ty edhe shmejnë dhe nuaj me vdek dhe kemi pushkatuar. O, Zot, po pse? Nuk ka mundësi që gjitha të tjene armiq të popullit. Bëllën, i tërë ti apesh me në partisë tonë. Djema, që e si përzisti kështu? Malë qoku këllënet. Po jo të, kush është? Nga Mirdita, është e fisit Gjën Markagjonaj. Ashtu, e? Ti ku të kam parë ty? E vi takuar ndë njerë? Nuk e mbaj mend. Unë jam Helmi Seiti, të kujton që e kjo emër? Po, tani u kujtova. Ti i që nasoj letrën për byen e kuvendit të motrave, të në Shkodër. Ti e u vajza që na abederën? Po, tani u kujtova. Bëhem shumë mirë që mbyllën kuvendin e motrave stigmatike. Si dhe shkollën e tyre, shte një qerë dhe shumë e rrezik shfarmiq. Jo, ne aty thjesht mësonim dhe luteshim. Kuptoj. Jo, dini jashtë. Mos ki frikë, mos ki. Nuk jam i rrezikshëm. Ti e një vajzë e re dhe shumë e bukur. Thjesht jam i shqetësuar për ty. Po pse i shqetësu? Ti vjen për një familje që a konsideruar miq të partisë. Si pasojë, ndaj teje ndojnë shumë akuzat e rënda. Po nuk kam basi gjatë keqe. Kështu më thonë gjithë, por nuk e di kujt i besoj. Ndaj mua me duan prova. Prova? O duhet me dëshmosh dashurin tënde ndaj partisë sonë. Dashurin ndaj partisë? Unë nuk jam marrë, e nuk merrem asnjëherë me politikë. Sa pa djallëzuar që qenke. Këtu në Shkodër, partia e amun. Po tani, a kupton? Jo, nuk kuptoj. Mjafton të tregosh dashurin tënde ndaj meje, unë të tregom zëmërgjër me ty. Nuk do të leja askush që të lëndoj. Një vajzëre si ti e ka letë të me bindë. Kam frikë, pse tani fillova ti kuptoj qëllimet e tua. Po si mund të ma kërkosh diçka tillë? Mos thuaj se po më refuzon. Unë zemrën teme ja kam dhënë Krishtit, edhe vetëm atij. Krishtit? Ki takuar ndonjëherë? Po, e kam taku. E si? Ka përshtypjen se ti nuk mund ta kuptosh. Unë nuk mund ta kuptoj. A e di ti kush jam unë apo jo? Si ku zot mi thuash të fjalë? Për të fundit herë po të them. Pra në ndjeshe imi apo jo? Kur? Unë jam me Krishtin. Shto, Do të pendohesh rënd. Do të bëja që ketë sa familja jo dhe s'ka verdjot. Roje! E këto! Qajnë burë! Po kujt I bani ke që jo vajzë? E mira unë. Vajza jema është në burg. E zeza unë që dojt vetja gjallë. Ajo veç mësim më bate fmive të dy vite që nëzojnë prej kuvenit. Ashtë e vërtet se mësot e urat, e pak katekiza, po kjo gjarë nuk ka shkrim. Për komunista që shka qenë ka kremër, Bob, ashtë si e vrënën pa shka kem zot Franogjinin, I beshk fshajt ishte, po veç trupi ti e din qarë tortura shkan bënte. O zot, a thujën të ma torturu Marien teme. O zot, Mari vajze. Se lësha veti, no. Nesër do dalë në Shkodër me pasi që do t'jetë bon. Isha po e takoj edhe Marien në burg. U kjo flark, ti marrë vlarë u jo fartë, se ka shumë mundësi që kanë marrë me t'arrestu edhe ty.
Pse të më arrestojnë mu? Dihet më birë, me shtit e rojnë këtë popull të mirë. Mos, me më arrestuaj djalin. Dhe shkojnë në Shkodër, ma mirë. Si zërë se t'len kush mërë bab, kështu janë të jabatë të tanë prindve të arrestumve, për me shtu mërësijet e rërë popull, nuk i lajnë me i taku fëmine vetë, po bëllë frikam se e keqja nuk kam unalë me kaqë. Po besa, isha nuk më arrestojnë në djalin tash, bëllë frikam. Me betë o zot, që ashtu u bojnë shto? E mira unë që më rrita këtë ditë zezë. Po, unë jam, pse? Femër të popullit i arrestuar. Po pse? Po për qëfar se po ashtu? Mark! Sot, s'ka s'bë pas nanë që qëndrën ma. Shqipnis, jash gull thika bashkë në zemër. Ja një verditore të ime. Ta shojmë sa da e kishtëri me të verditoria. Gabohesh. Qfar? Unë s'ka boj kur? Gabohesh. E pse? Virdita, nuk ka do kur për i Krishtit. Këtë do ta shojmë. Tani, për të fundit herë. A prajna kushtit që të kam kërku apo jo? Kur? Unë jam e Krishtit. Prap ti? Roje, e këtu. Shka si e kovë me ujë. Tani në këtë ftoftë, provoj të flenë të shek të anuj. Shia po të vinë me në të. Oh,
Mere qoj dhe në dhomën izolimit, pastaj ja prapë. Si ka mundësi, të shdy mujtë që i baj tortura, e prapë e ka menin të i Krishti i saj. Si ka mundësi. E kemi bërë të gjitha tortura, shoku kolonel, por a shumë kokëfurte, gjatë gjithë kohës përmeti Krishtin dhe zojën e saj, dhe u kërkon të forcë. Po këto ditë në dhomën izolimit, si ka reaguar? Rënkohi shumë dhe shpeshe dëgjonin të thosh të urat. Mua as Krishti e as zoja nuk kanë që mbajnë. Tani të ta shojmë kush është maj fort. Unë e bëj Krishti i saj. Shkoni merrin Marije në fundin i thes. Hiqni disa rroba, pastaj ma sillni këto. E diun ç'bëj me te. Më falni shoku kolonel. Urdhër. Më duket se keni bërë shumë personale këtë luftën tuaj ndar Marije Tucit. Është vërtetuar se familja e saj nuk ka asnjë lloj lidhje me vrasjen e deputetit komunist Bardhok Biba. Si u zot më thosh këtë fjalë? A di ti kush jam unë apo jo? Këtu më ka vendos partia dhe më ka dhënë çdo pushtet. Ik dil me jashtë. Dil. Botania e imja! Unë jam e Krishtit. Çfarë vallati se nuk dëgjohesh? Unë jam e Krishtit. Çfarë zëri? Unë jam e Krishtit. Tani nuk ka kur falloj bukur jetën ta. S'kishte bukuria si e shi, që të mund vrejmëte, as pashi që të mund të në pëlqete. Ishte I përbuzur, më I sprapsme me njerës, I lidhimjesh, I regjur me vuajtje, si ai, para të cilit më mërot fëtyra, I përbuzur, kënej asë barin përzent. E pra,
ruajtjet tona. Mbi shpatullat veta I ngarkoj dhimbjet tona. I marr me të keq, lejoj të përvur. Nuk e qeli gojen e vet, por si qëndri që e qoj për të therun, por si delja e paza para qeftarve, nuk e qeli gojen. E hoqen kësa jete me dhun e me gjyq, e zhbin nga toka e gjallëve, e për fajt popullit vet, që godit për vdekje. Zotit, I pëlqeu ta ndryll me vujtje, por për shkak të vujtjes së shpirtit e tij do ta shoh dritën e do të njihet me njohjen e saj. Shërbëtori im I drejt do të shfaqsoj shumë. Mi vete fajet e tyne do t'i marr. Në anë të tij do të kryhet vullneti I Zotit. Mora vesh se kanë shtruar këtu një spital një vajzë që re që quaj Marie Tuci. Ku është se nuk po e shoh unë? Unë jam Virginia. A nuk njofte? O Zot, po si të kanë pa kështu? Doli fjalla e të Misahiti, që më tha, se ko me mboj që keq, sa së familje jame se më njohë. I kam provu tanë nga torturat trupin të, vetëm, se nuk u largova për I Krishtit. Krishtit pas më shirë për gjitha ta. Unë jam të idej, as me hecë nuk mune, s'munje, ma ka likështu keqas trupin të. Unë jam të idej, po ju më së mërzitni. Falenderoj Zotin, se më bani me tek e lirë, jashtë ati burgut mërshëm. Qonjët fala familjes teme, Tonjo, se jam të shku të Krishti. Maria, my
Shkodrës, në thanën se për Marien ishte hap një gjyq kishtar për më shëtu nëse duhet shpatë e shenjte, apo jo. Maj motra jam e dashta. Nesër, do të flasë për ty. Sa herë që kam shku në Shkodër, kam marrë të vorë jotë me folë me ty. Nesër, do të flasë për ty. Motra jam e dashta. Qysh në vitin 1950, kur ti dhe i shpirt, vetëm lënë gjaku dërë dhe shenë shpinë tonë kur fliqim për ty. Baba, nana, shkrejta ta. Nuk gjenin kur po që ka menonit për vdekjen tanet pa drejt. Kur vdiqen, u aplësu mamanetin që në lane, që ti barosni më lata në Shkodër, afer vorit tanë me shpirt e motrës. Im vla Marko. Edhe për balhet usva i pa thonë, gjë shumë të haraj, për jo motrën teme që ka vdek gjatë të esis. Si sillet historia kësaj bote. Sot, mas 45 vitesh, ti e ke mu shqitnin me dashni e admirim për ty, për shkak besimit tëm të potunet për Krishtin. Jam e sigur se të shi bosh me Krishtin lumnin e Parizit, për unë të dëshmoj dhe këtë në tokë, për dashnin tane për Krishtin, për pafajstin tane. Nesër do të dëshmoj për ty, Marije, shpirti i motrës. Kam shumë me tregu, kam shumë.